Dy aeroportet e Krimeas në Ukrainë pushtohen nga rusët. Në orët e vona të së njëjtës, njerëz të armatosur me uniformë të ushtrisë ruse bllokuan aeroportin Sevastopol në Krimea. Ky lajm konfirmohet nga vetë Ministri i Brendshëm i Ukrainës, i cili shtoi se po shqyrtohen përgjigjet e mundshme që mund të ndërmerren ndaj kësaj krize. Por nuk ka përfunduar me kaq, pasi në orët e para të mëngjesit të sotëm, njerëz të armatosur me uniformë të ushtrisë ruse kanë pushtuar edhe aeroportin tjetër të Krimeas, Simferopol. Marrëdhëniet mes Rusisë dhe Ukrainës janë të tensionuara që prej rrëzimit të presidentit Viktor Yanukovych, i cili tashmë ndodhet në Rusi. Këto tensione më së shumti janë shfaqur në Krimea, vendi me shumicë ruse. Rrjeti i BBC citon se Krimea tashmë është bërë fush betejë mes udhëheqësve të rinj të Ukrainës dhe atyre besnik të Rusisë. Pasi parlamenti i Ukrainës javën e shkuar votoi për të shkarkuar presidentin pro-rus Viktor Yanukovych, banorët e Krimeas, shumica rus etnik, po mbajnë manifestime masive në të cilat kërkohet bashkimi me Federatën Ruse. Gjendja është edhe më e rëndë, pasi pranë kufive të Ukrainës, Rusia po zhvillon një stërvitje të gjerë ushtarake, në të cilën është e përfshirë një pesta e të gjitha forcave të ushtrisë së kuqe. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, presidenti i përmbysur i Ukrainës Viktor Yanukovych ka paralajmëruar konferencën e parë për mediat që kur është larguar nga Kievi, ai pritet të flasë nga qyteti i Rusisë Rostov-on-Don.